Në një nga momentet më të ndjera të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova, rrëfimi i Elionës për humbjen tragjike të nënës dhe motrës në një aksident solli një valë emocionesh të forta brenda shtëpisë dhe tek publiku. Historia e saj preku thellë jo vetëm banorët, por edhe opinionisten Leonora Jakupi, e cila rrallë herë ekspozohet publikisht në këtë mënyrë. Teksa analizonte situatën, Leonora u ndal edhe me zërin që i dridhej, pranoi se rrëfimi i Elionës i kishte rikthyer plagët e veta. Ajo theksoi se kush e njeh, e di peshën e historisë së saj personale, duke shtuar se ka kaluar periudha të vështira që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. Ky moment i sinqert bëri jehon të madhe pasi publiku e pa artisten të hapte zemrën e saj në një nga skenat më të ndjekura në vend. E prekur nga dhimbja e Elionës, Leonora përcolli edhe një mesazh të fortë për prindrit, duke theksuar rëndësinë e dashurisë dhe mbështetjes ndaj fëmijëve. Kur e ke prindin gjallë e nuk e ke dashurinë e tij, është shumë e rëndë, u shpreh ajo, duke bërë që salla të heshte për disa çaste. Nata u kthye në një dëshmi të fuqishme se pavarësisht lojës, brenda mureve të Big Brotherit ka histori reale, plak të vjetra dhe emocione që nuk fshihen dot. Momenti mes Leonorës dhe Elionës tregoi se ndjeshmëria mbetet ura më e fortë që lidh njerëzit, edhe në një format ku çdo gjë ekspozohet në sy të publikut.